dëgjoni me vëmendje dhe këto janë njëndër hadithet më të çuditshme që i kam lexuar dhe i kam dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa çështje i ka konsideruar shejdullok. Megjithatë transmeton Ebul Yusri i cili thot se pejgamberi Allahut ka lip strehim prej anës Allahut azza wa jall prej 4 sende. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju lutte Allahut azza wa jall o Zot më mbroj që mos të vdes në rënoja. Pejgamberi Allahut edhe pse ka paralajmëruar se vdekja në rënoja është shejdullok. Mirë po tash do ta sqarojmë dhe do ta kuptojmë pse pejgamberi Allahut e ban të shpesh herë këtë dua dhe thonte o Zot i madh, më ruaj dhe mos na i mundso që të vdesmi në rënoja. Dhe pejgamberi Allahut gjithashtu ju lut Allahut azza wa jall tha o Zot i madh, mos na ruana dhe mos të vdesmi nga lart, pra mos bim prej skelës apo prej doni sendi. Po ashtu të pejgamberi Allahut o Zot i madh, runa që mos të vdesmi të përmbisur në ujë dhe Zot i madh na ruaj që mos të vdesmi të djegur. Të gjithë këto kategori, 4 kategori, vëllezër të ndershëm janë shejdullok. Megjithatë pejgamberi Allahut pse u lutte Allahut azza wa jall që Allahu ta mbrojë mos të vdesë këtë gjendje. A dini vëllezër të ndershëm, kjo është mëshira e madhe e pejgamberit Allahut që ta mëson ummetin e vet, në veçanti ata të cilët e kanë harruar vdekjen dhe janë gaflet. Ata të cilët janë të pakujdesshëm Afrikë pejgamberi Allahut se po ndodh tërmet dhe në kohën e tërmetit në atë kohë nuk i kujtohet Zoti vet, nuk i kujtohet ahireti vet, nuk i kujtohet dhe nuk ka çaste dhe rast për të penduar Zotit vet. Për këtë arsye pejgamberi Allahut ju ka lutur Allahut azza wa jall që mos i vënë njeriu të vdekja befas, nga se mos ta gjejë në një gjendje jo të këndshme që nuk e don Allahu azza wa jall që të vdes në atë gjendje. Për këtë arsye dhe kja sekreti pse pejgamberi Allahut ju lut Allahut azza wa jall që Allahu azza wa jall mos ja ban atij që të vdesë në këtë gjendje.